Në univers, thonë mendjet e mëdhaja, fizikantët, filozofët, edhe sa turma njerëzish që influencohen nga këta. Në univers, thonë ato, asgjë nuk humbet. Çdo gjë që ekziston është materie. Çdo gjë që ekziston është kombinim atomish. Problemi është a zhduket çdo gjë. Për shembull, shpërbëhet një yll, një planet i madh. Bëhet copa digjet në flak. Por e zhduket materia, atomet, ato grimcat më të vogla që njeh njeriu, megjithëse mrena elektronit, aty mrena atomit, do thonë, kanë ato proton, elektronet, çka janë. Por gjoja është i pandashëm, elementi më i vogël i pandashëm në botë është atomi. Edhe çdo gjë që ekziston në botë është materie. Është gjë. Pra, është diçka që ekziston. Edhe asgjë është ajo që nuk ekziston. Edhe këto thonë që nuk zhduket. Mirë po është një paradoks i madh. Paradoks i madh janë gropat e zeza. Në fakt shkenca shqiptare këto tash i njeh me fjalën vrimat e zeza. Nuk e di pse mua nuk më pëlqen kjo fjala vrimat e zeza, po nuk ka rëndësi. Çka do emri përdorni ju, universi, gjellësia, mendohet që ka ca vrima së grava ku bin materia, pluhur, hyje, gjithë shka hynat grava dhe s'del ma. Pra çfarë ndodh? Që të hyjë aty në vrim, edhe mos jetë më në univers, do thotë që nuk ekziston më. Vetëm nëse ekziston ku? Në vrimën e zezë, ose gropën e zezë, nuk mund të ekzistojë, sepse po që se ekziston atje do të mushet një ditë. Edhe u mush vrima e zezë. U mush gropa e zezë. Se materia është masë. Sa do e madhe, pafundësisht është fjalë që s'mund të përdorësh, po sa do e madhe në kuptimin pafund që është jashtëzakonisht e madhe, duke thith materie mas materie, ditë natë, jetë mas jetë, shekull mas shekulli, ajo duhet mushet me atom një ditë. Mirë po kjo nuk ekziston. Atëherë ku shkon materia në qose, ose zhduket, ose nuk zhduket. Edhe këtu, me logjikën edhe një fëmijë të vogël, kuptohet që përderisa gropët e zeza, ose vrimat e zeza, nuk mushen asnjëherë, do të thotë që ky pluhur, ky yll, ky planet që hyn aty ka shku diku tjetër, pra ka shku në një tjetër univers. Pra asgjë nuk shtuket. Por transferohet, bjen paradoks me vrimën e zezë nëse
universi është ky që shohim, vetëm në qoftë se atëherë që ka një tjetër univers. Mi bësh një paradoks tjetër këtu vëllezër e motra po të shikoni me kujdes. Se në radhë parë nuk du të anashkaloj këtë konkluzionin që është një tjetër univers për derisa materiet binë aty, binë pa fund, nuk mushet gropa dhe vazhdojnë binë vërimat, nuk mushet dhe vazhdojnë binë. Pra do thotë që pas ka një tjetër univers. Mirë po, do të vazhdojmë, do të kthehemi këtu, pa është një paradoks tjetër akoma dhe më i madh. Në qoftë se ky univers ku na jemi, kjo gjësi ku na jemi, përkohësisht ka edhe materia, pra gjon që e prek, gjo që shihet, një gjo që se vend, edhe hapësirë, gjoja ku ekziston materia, hyn edhe del, është hapësira bash dhe mushet. Në qoftë se materialet, materia, atomat, pluri, trut, trupi njeriut, planetet, çdo gjë që ekziston nëpër qiell, në qoftë se gropa zezë thith, duhet që universi të tregoj shenja që po boshatisat, po zbrazët, si zbrazët Shqipëria për shembull, nga njerëzit që hikin mërkim. Këto neve s'karit në herë shkenca, na i provojt, na i shpjegoj, që ky univers, ky lumë, ky liqen, po zbrazët nga ujë, pra s'ka mo yje, po hikin yje. Përkundrazi, ne shohim formime çdo ditë të yjeve nga gazi që është gjoja nëpër qiell. Ky është paradoksi i madh, se në qoftë se materia, materialet, atomet, pra, binë në gropën e zezë, thikë gropa e zezë apo vrima e zezë, çdo ditë s'ka rëndësi. Nëse imanët jam mrena, dhe se nuk zhduket në formë tjera, apo i kalon universin tjetër nuk ka rëndësi, po në qoftë se në vrimën e zezë binë për ditë këta atëherë, edhe pluri kozmik që formon yjet, edhe yjet, me gjithë planetet e tyre dhe pluri pra që ishte atje, duhet zhduket. Mirë po universi sa vjen e bëhet më i popullum me yje, natyrisht nga gazi, gjoja që është nëpër qiell. Aha, në qoftë se gropët e zeza, vëllezër e motra, thithin materien çdo ditë, menoja që po e vjen një pemë, pema është, nuk është taman, po ke një magazin me bostan, e ke mush me bostanët magazinën me rrush, se pema prodhon. Edhe ti nga kanë makinat çdo ditë, një magazin e vogël ose madhe, atëherë bostoni duhet vjerë duke u marrur nëse ti nga kanë. Gropët e zeza thithin çdo ditë yjet, planetit, materia. Pra e ke një magazin me shalqi, edhe vjen me maune, me kështu makina, me kamionet të mëdha, edhe i merr shalqit nga magazina. Mirë po magazina nuk po bashkëtiset, përkundërzi, mas çdo kamioni duk që ka marrë shumë boston mrena. Paradoks tjetër. Si mund shpjegohet kjo që s'po i shpjegojnë këto fizikantët, këto kosmologjistët të koma, se çdo njeri, që ka kapacitetin, aty shkencën e vetë. Merr Michio Kaku për shembull, që është një nga kosmologjistët më të mëdhenj që njeh bota, mas ati si e pati ai që ishte paralizuar, Steven si e pati ai. Ai po prap nuk arrin në këto konkluzionet që janë gjonat më të thjeshta, edhe që duan mendjen më sofistikume. Në qoftë se magazina është ngarkuar me shëlqi, universi me planet. Edhe kamioni merr shëlqi çdo ditë nga magazina duhet boshatisët një ditë. E jetë shtohen shëlqit prem, kjo është paradoksale. Kështu edhe universi, në qoftë se gropët e zeza
thithin materialet, atëherë çfarë duhet ndodhë? Qielli duhet bëhet çdo ditë, çdo javë, çdo shekull, çdo mijëvjeçar. Duhet bëhet gjithnjë më pak yje, më pak konstellacione, si quhen këta. Mirë, në fakt ka më shumë. Edhe prap gjonat që binë në gropën e zezë, ka shkojnë, atëherë ndodh ka diçka tjetër që duhet t'ja themon juve në konkluzion. Gropët e zeza marrin, gropët e bardha që na nuk e shohim sjellin. Pra, një botë për te nesh merr materjen nga ne nëpërmjet gropëve të zeza. Edhe shkon atje. Mirë, për gropët e bardha, po që emrin që të dallojmë, që ne si shohim akoma, sikurse akoma nuk e shohim se thonë sakt, qartë, binçën gropët e zeza, gropët e bardha bin nga ne këtu. Kjo tregon që pas ka të paktën një tjetër botë ose botë të tjera përdej botës sonë. Njeriu vdes, njeriu lind, është asgjë tjetër. Pse njeriu vdes duke qallë, lind duke qallë, se vjen shpirti njeriut, vjen për një tunel të dhimbjesh, një grop të zezë, qoftë edhe kanali i lindjes të femra. Edhe vdes shkon për të gropën e zezë. Është një tmerr i madh, por askush nuk mund të mendoj ndonjëherë ditën e vet lindjes, apo të di ditën e vdekjes, por gjithë i duket që kanë qenë përgjithmonë. Arsyeja është se çdo gjë ka qenë përgjithmonë, asgjë nuk vdes, çdo gjë transferohet. Edhe kur njeriu vdes, kalon është komplete e mundshme, arsyeshme, ashtu si materia që shkon te gropa e zezë, edhe kthehet materia tjetër me gropën e bardhë, edhe bëhet plazma që krijon planetet. Ashtu edhe shpirtrat kalojnë nga ky dimension ku jemi ne këtu, në këtë univers, masi që kalon çdo gjë, edhe shkojnë atje në për këto vrimat e zeza që ne nuk e dimë se si janë nga ana shpirtërore në një tjetër kozmos. Edhe arsyeja janë ndoshta që shpirtrat nuk thehen dhe nuk ka prova të sakta të qarta përveç miteve të paverifikueshme që nuk thehen, është se është një tjetër botë, një tjetër kozmos, një tjetër univers, një tjetër dimension. E nëse kthehet, atëherë prisë që quhet ajo, transformohet edhe vjen prapë në formën tjetër, në një tjetër lindje, në këto ose në planetet tjera të këtij universi. Sa më gjoka i përshtet.